Një bisedë mes Eglit Akos dhe Gjestit në oborrin e Big Brother VIP Albania 4 ka sjellë në vëmendje marrëdhënien e tyre të dikurshme dhe pritshmëritë e publikut lidhur me raportin e dyshes. Gjatë bisedës, Egli i tha Gjestit se ai ka llogari për të dhënë me njerëzit jashtë shtëpisë, duke lënë të nënkuptohet se audienca kishte pritur që lidhja e tyre të vazhdonte deri në fund të spektaklit. Gjesti nga ana tjetër theksoi se nuk ishte i sigurt për atë që po thoshte, ndërsa Egli e sqaroi se po fliste për ata shikues që kishin besuar se ata do të qëndronin bashkë deri në fund të lojës. Në fillim të Big Brother VIP Albania 4, Egli dhe Gjesti krijuan një lidhje romantike, por kjo e fundit u ndërprer pas eliminimit të Eglit nga shtëpia. Pas rikthimit të saj, ajo u përball me disa deklarata të Gjestit lidhur me të cilat duket se ndikuan në vendimin e saj për të mos vazhduar më lidhjen. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.